Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngusht shpreu se Shqipëria është duke përgatitur rishikimin strategjik të mbrojtjes së vendit, një veprim që po ndërmerret nga shumë shtete kudo në botë. Komentet Vëngu i bëri në një deklaratë për mediat, ku tha se do të ketë rritje të pagave të ushtarakëve, rritje të numrit të personelit ushtarak, si dhe mjete të reja për forcat e armatosura, me qëllim për afrimin me standardet e NATO-s. Po ashtu vëngushtoi se Shqipëria do të fillojë të prodhojë vetë armë, duke nisur nga armatimi i lehtë, si dhe municionet ushtarake të cilat pritet të prodhohen nga kompania Kajo e deri tek prodhimi i anijeve në Pashaliman, nëse arrihet marrëveshje me kompaninë e mirënjohur italiane. Mbrojtja civile, mbrojtja kibernetike, veprimtaria prodhuese, infrastruktura kritike, zinxhirët e furnizimit, komunikimi strategjik janë pjesë e sigurisë kombëtare dhe në këtë kontekst Shqipëria ndërton sot politikën e saj të mbrojtjes. Buxheti 2026 nuk është një buxhet rutinë në shumë aspekte. Është një mekanizëm për të ndërtuar kapacitete reale, për të zhvilluar industrinë, për të forcuar sovranitetin digjital dhe për të garantuar një Shqipëri si aleate e qëndrueshme në NATO. Këtë vit arrim vlerën 2.12 të prodhimit brendshëm bruto dhe nëse krahasojmë buxhetin 25 kemi një rritje domethënse prej 12%. Shtylla e parë e artikulimit të kësaj përpjekje të madhe buxhetore, të cilën e kemi kërkuar pranë sovranit, është kapitali njerëzor si themeli i forcës tonë. Është themeli në fakt i çdo ushtrie moderne dhe për këtë arsye do vijojmë politikën afatgjatë të rritjes së pagave në mënyrë të qëndrueshme, me synim që deri në vitin 2029 të arrijmë mesataren e NATO-s. Rritja parashikon një rritje progresive, 60 deri në 70% për pagat bazë dhe 30% për nivelet më të larta të komandimit. Paralelisht me këtë përpjekje në kuadër të rritjes pagave, synojmë gjithashtu rritjen me 30% të komponentit aktiv, pra më shumë forca aktive, më shumë forca profesionale. Akademia e Forcave të Armatosura ka nënshkruar themelimin e disa programeve të përbashkëta, kemi masterin e inxhinjeri armatimi, aviacion dhe inxhinjeri detare me Universitetin e Vlorës. Gatishmëria operacionale, kemi një rikthim të gatishmërisë forcën ajrore, një rikthim të gatishmërisë plot të mjeteve helikopter, qoftë për nevojat të forcave të luftimit, qoftë për nevojat e emergjencave civile. Në forcën detare kemi një rritje të flotës, përkundrejt edhe rritjes së gatishmërisë. Kemi 2 mjete që na janë shtuar, donacion italian i vitit kaluar, edhe me një investim domethënës dhe një rinovim të tyre. Dhe një mjet i ri që vjen me një investim 9 milion eurosh nga aleatët italianë dhe bashkohet flotës detare të Shqipërisë në gjysmën e dytë të këtij viti. Po largohemi nga modeli ku blinim vetëm armatim në tregje ndërkombëtare dhe po shkojmë drejt prodhimit. Kompania shtetërore Kajo, për të eliminuar edhe një herë hamendësimet apo paqartësitë për çfarë po bën kompania shtetërore Kajo, ka nënshkruar në 2025-ën 6 marrëveshje, pra kemi 6 kompani të përbashkëta të themeluara, shtet privat, për prodhimin e armatimit lehtë, municioneve, mjetet blenduara dhe mjeteve të emergjencave civile, uniformave, dronët dhe sistemet antidron, ndërkohë jemi në negociatë, siç e dini, në finalizim e sipër të negociate të rëndësishme me gigantin italian Fincantieri për prodhimin e anijeve në Pashaliman. Ministri Piro Vëngu ka zbuluar po ashtu detaje nga marrëveshja trepalshe në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, duke thënë se të 3 shtetet kanë nevoja të përbashkëta për rritjen e sigurisë. Kjo marrëveshje mes 3 vendeve më herët është kundërshtuar ashpër nga Serbia, e cila përmes përfaqësuesve të saj zyrtar e cilësoi si agresion ushtarak.